leadershipin. Një ditë më parë, 2 ditë më parë, kanë atenuar drejtësinë e re, qofshin kushdo që tjetë me emrat përveç ose drejtësinë në tërësi. Dhe sot i thret shqiptarët, të cilët mezi presin nga drejtësia e re të bëjë detyrën që ne me fuqinë politike nuk kemi mundur ta bëjmë. A ka një konflikt të hapur me shqiptarët në këtë moment. Sigurisht çdo protestë është e mirë pritur. Çështja është të qëllimi dhe ku do të na çojë protesta. Pse po e bëjmë? Mos e bëjmë që të humim dhe në një farë mënyrë, a mundemi me këtë protestë të evidentojmë çfarë nuk shkon me këtë me majorancën, çfarë nuk shkon me politikën sot, apo thjesht po duam t'i ulim, t'i shkelim syun demokratit të thjeshtë i cili është në dëshpërim e sipër. Ne po thrasim në skenë demokrat të dëshpëruar. Sepse i dëshpëruam, se shkuam me dëshpërim, kjo është një histori, domethënë do disa minuta me shpjegu, ose unë e kam folur shpeshe në studio televizive. Unë nuk kam nuk jam shumë, si të them, shumë e ngrohtë, shumë pranuese në këtë lloj proteste, duke parë çfarë po ndodh me Partinë Demokratike. Duket sikur ka një krizë të zgjatur politike para Partisë Demokratike. Të zgjatur dhe të thellë. Ka prekur kjo dhe identitetin politik të së djathtës shqiptare? Sigurisht, shiko. Partia Demokratike në 3-4 vitet e fundit nuk është në dilema, është në 3 lema, në 4 lema, në 7 lema që nuk po i zgjidh dot. Domethënë është mangur aksi i saj, nga misioni për cilën ka ardhur. Tani janë disa pyetje që duhet t'i kthej përgjigje Partia Demokratike sot. A është Partia Demokratike pronë e zotit Berisha e leadershipit të tij, se po them zoti Berisha, se s'dua se duke e minimizoj gjën. Çështja është më e madhe, ne duhet të marrim frymë më gjerë. A është e këtij leadershipi që e zgjodhi vetë për ta futur në parlament dhe me ato ushtar, rreshter, personal të tij do të bëj ta bëj partinë e madhe. Pra është partia e leadershipit të tij personal apo është partia e demokratëve? A është partia në mbrojtje të tij personale dhe çështjeve të tij personale apo është në misionin e saj që nisi në 90-ën? A është kjo partia në një deviacion të misionit të saj historik, pra po del nga historia? A është në një vakum të thellë apo dhe që kërkon ta mbushin këto protesta të cilat janë edhe të paqarta si protesta? A është kuputur, a ka krijuar në indek Partia Demokratike me bazën e saj? Se unë mund të flas me kompetencë për Elbasani, mund të flas për tjerat, por unë flas me ato që kanë ndodhur në Elbasan, që kam prekur me dorë dhe kam parë vetë dhe kam keqardhje të madhe që as unë me këtë pozicion që kam nuk mundem dot si ti bind këtë leadership nuk e keni mirë. Po nuk e keni mirë kështu. Pra, çështja është nëse në kjo Parti Demokratike, pavarësisht të protestave, shpresoj të jenë protesta me mision të caktuar, me qëllim të mirë dhe të na çojë tek ai perspektivë që kemi ne. Por në rast se këto protesta, a kanë menduar këto se çfarë po ndodh me demokratët e thjeshtë? Kjo janë pikpyetje, këto 3 lemat, 5 lemat. Pyesja për këtë, në fakt e ka humbur Partia Demokratike lidhje me qytetarin, duket sikur po flet me publikun apo po flet me veten në këtë moment? Unë po flas çfarë ndodh me. Ka një mërzi, sigurisht, ka një mërzi për fakti që përqindje, po të shikosh përqindjet mos marrjes, mos përfaqësimit në zgjedhje, njerëzit të tërhequr po flas për zgjedhjet e 11 majit, flas për zgjedhjet e 11 majit. Sigurisht. Me çdo vendore ti kemi edhe më të freskëta. Edhe kjo vendore ishte shumë vendimtare. Unë them se ka qenë një thyrje e madhe mos marrja pjesë në këto zgjedhjet vendore të pjesshme. Ka qenë një thyrje e madhe, ka qenë një shkëputje e madhe me demokratët, se fundit një forcë politike, pavarësisht, ne nuk mund të humbasim, sepse ne sërish në zgjedhjet vendore pjesore, ne kemi humbur disa demokratë nga skalioni. Kanë ikur, janë mërzitur me forcën politike. A e mendojnë këta? Ka një brengosje e leadershipi i Partisë Demokratike, duke nisur që nga muaj e para, si është e mundur që një forcë politike nuk hyn? Tash ne eksperimentum me bojkotime, eksperimentum me bojkotin në parlament, me bojkotin në zgjedhje, dhe pam se çfarë na ndodhi, çfarë troshime mori Partia Demokratike. Ne vazhdojmë, atëherë Partia Demokratike po e humb drejtimin e saj. Nëse prandaj thash janë këto pyetje të themelore, a është partia personale e zotit Berisha? Atëherë mirë, do të krijohet ky vakum, do të mbushet, askush të mos ketë qeder në këtë gjë, se këto janë çështje, këto janë gjëra që i rregullon demokracia, do të ndodhin demokracia. Sigurisht, do të jetë shumë e vështirë për forcat të reja politike në këtë ekspansion të tmerrshëm që ka majoranca me 83 mandate në parlament, po të flasim çfarë ndodh në përrethe, çfarë ndodh në përqarqe, kanë hyrë në të gjithë sistemin e administratës, domethënë është shkopsitur në një formë të tillë që sigurisht si do ta shkallëmojmë këtë regjim me kozmetik? Këto që po bëjmë ne janë kozmetik.
sepse ne nuk duhet të kishim lejuar që të kishim dhënë mazhorancës kaq terren. A ka njëri përgjegjësi për 27 korrikun në 2024? Askush. Keni parë njeriu thotë më falni që unë e bëra këtë gjë, mendova se do ishte më mirë? Ja. Unë jam dëshmitare që 27 korrik 2024 ne kemi instaluar për të 4-ën herë Edi Ramën në pushtet. Ka njëri përgjithësi, ka dorëheqje njëri që të thotë që unë e bëra, por nuk e mendova ashtu, pavarësisht se mund të ishte naivitet, ne kemi bërë dëm të madh. Ne kemi çuar në pushtet të 4. Ju shikoni ato çfarë bleu Edi Rama. Kur ishi bleu për të siguruar fitoren, edhe vetë janë tronditur mazhoranca me 83 mandate. Dhe kjo do t'i haj kokën sigurisht në kuptimin politik të gjës me këtë, sepse ku të shkosh ti me këtë 83 mandate? Ky nuk është regjim, kjo është një junt. Se s'ka më junta ma me ushtar, janë junta të kësaj natyre, me AI, me këto, me gjëra të kësaj natyre, që sigurisht s'marrin shqiptarët, nuk marrin, askush nuk marron punë. Unë jap një rast të thjesht me timëm, ka mbi me muaj të tërë, nuk marron punë me një gjë të thjesht, sigurisht vrapon e bën online, asnjëherë s'më përgjigje, askush si e përgjigje, aska. Kursin në naime që edhe mund të zgjidhin disa gjëra sepse edhe ka të zgjidhura. Ç'bëhet me shqiptarët atje? Dhe gjejnë rrugën zgjidhjen më të shkurtër të ikin. Pas kush do të mbetet? Atëherë këta kanë pasur një qëllim, të bëjnë një sistem të tillë ku të jenë vetë të drejtojnë të sistem, ta kthejnë Shqipërinë në provincë, të jenë këta të drejtojnë, të kenë ca çerak të tyre, të sjellin ca të huaj, edhe shqiptarët litigën. Nëse kanë pasur këtë projekt politik, që po ndihmon dhe opozita, me keqardhje po të them, këtë projekt politik që mund të ketë patur e Majta, e cila ka 80 vjet në pushtet, hiç 13 vitet tona që kemi qenë në pushtet si e djathtë, ka 80 vite në pushtet. Atëherë ne po e ndihmojmë këta që të vazhdojnë të na qeverisin 100 vite. Pra, ju mendoni që është një diskurs politik në Shqipëri i cili rrezikon në vetvete demokracinë? Sigurisht. Ka rrezikuar demokracinë sepse tash kur ti nuk ke një fije shqyrtimi, thua ka qenë fars,